Historia, kuptimi dhe mënyra e krijimit të saj simbolizon aspektin e trupit të fesë islame. Është një fenomen i nisur që nga drejtuesit e 12 tarikateve. Në këtë aspekt, thelbi i fesë islame do të thotë shpirt, zemër dhe brendësi. Si në çdo fe, edhe Islami ka aspekte mistike, i cili quhet sufi. Dhe besimtarët që jetojnë jetën mistike quhen sufi ose dervish. Ky misticizmi i Zevati Kiramit përmes tarikateve, rrugëve, deri te themelimi i teqeve. Ata që bëjnë të hapur të ndryshojnë në vend e quajtur teqe. Teqet janë vendet e të kuptuar sufi, si dhe janë vendet e udhëzimit që arsimimi praktikohet, bëhet i lindur dhe i mësohet publiku. Tema e sekteve është e gjerë, ka një proces të gjatë dhe është shumë e disiplinuar me disiplinën e punës. Por ka disa vena kryesore në këto shtigje. Janë ato për studiuesit që punuan për shumë vite. Sufizmi islam është një lloj elementi themelues që ka rëndësi të madhe në formimin e kulturës dhe transmetimit të saj nga një tjetër. Një prej tyre është Piri Seyyid Ahmed el-Rifai. Ata që ndjekin këtë rrugë quhen murid. Muridi është pasues, kurse murshidi është mësues. Ai bëri një jetë të pasur materialisht dhe shpirtërisht. Themeluesi i urdhrit apo tarikatit Rifai. Emri i tij i vërtet është Seyyid Ahmed bin Ali el-Mehdi bin Yahya el-Rifai. Është në vitin 512 të Hijrit apo në 1118 pas Krishtit në rajonin e Batajt midis Bagdadit dhe Basrës. Ai lindi në fshatin Abide në Gesin, të Hijrit 578 në 1182 dhe në të njëjtin vend ka kaluar në mbretërinë e familjes. Disa autorë vendosin datën e lindjes së tij në 1107 pas Krishtit. Por që unë personalisht e kam hulumtuar se ai ishte i lindur në vitin 1118 pas Krishtit. Sipas burimeve historike. Një çështje tjetër që prekur ishte tregimi i Ahmed el-Rifai për Huseinin si pasardhës i tij, është fakti që ai erdhi dhe prandaj u bë Seyyid. Djali i Imam Musa Kazimi. Rifa el-Hasan el-Mahdi, trazirat dhe rebelimet që shpërthyen për shkak të Karmatianëve, ai migroi nga Mekka në qytetin e Ishbiliya në Spanjë në kohën e Seyyidit. Nipi i tij, Yahya, u kthye në rajonin e Hijazit nga Ishbiliya me familjen e tij në Hijrin 450 të vitit 1058 dhe më vonë u vendos në Basra. Talibanët u dërguan si një delegacion për t'i dhënë fund konfliktit suni-shit në Basra. Kështu, paqja dhe qetësia u vendos në rajonin e Batahit, Basra dhe Asiti ofroi qetësi. Babai i Ahmed el-Rifait është Seyyid Ali, kurse nëna e Seyyid Ahmed el-Rifait ishte pasardhëse e Ebu Ayyub el-Ansarit e quajtur Fatime el-Ansari. Seyyid Ali shërbeu si zëvendës i babait të tij, Seyyid Yahya. Gjatë kësaj detyre të Seyyid Aliut, pati një konflikt me sunitëve dhe batinëve. Duke kuptuar peshen e gjendjes, Seyyid Ali i dërgoi një letër kalifit Mustarshidit dhe i paraqiti çështjen. Por kalifi Mustarshidi nuk e mori sipas seriozitetit të incidentit.
Sejid Ali ndërroi jetë në afërsi të Bagdadit në 519-1123, ndërsa po kthehej 10 vite pas incidentit, kalifi Mustarshid u vraj nga batinjet, për të cilat ai nuk u interesua për gjendjen e rrezikshme. Në kohën e vdekjes së babait të tij, Sejid Ahmedi ishte 7 vjeç dhe xhaxha i tij nga nëna, Mansur al-Batai, një sufi i shuar, e mori atë vëllezërit dhe nënën e tij në mbrojtjen e tij. Kështu ishte koha e Ahmedit si Sejid i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij. Ai filloi të mësonte Kuranin Kerim përmendesh, dhe më vonë Ali Ebul Fazil el-Basiti, një nga dietarët dhe sufit të asaj periudhe dhe dietarët të tjera, mësoi shkencat islame. Përderisa jepte mësimet në jurisprudencën shafiite, ai lexoi kitab al-Tanbih. Sejid Ahmedi u konsiderua i denjë për titullin Ebul Alemi. Kur Asiti ndërroi jetë, Sejid Ahmedi u pasua nga xhaxha i tij Mansur el-Batai. Ai vazhdoi edukimin e tij me ndryshimet dhe udhëzimet e tij. Batai, i cili gjithashtu i dha Sejid Ahmedit kalifatin dhe titullin Shehu i Sheikëve, dhe e emëroi Sejid Ahmedin si biri të gjitha lozhave, pra peqeve që sot janë të lidhura me të. Kështu, Sejid Ahmed Erifai u përhap në botë me veprat të tij të ngritura. Ky tarikat Rifai karakterizohet edhe nga disa degët si Haririe, Sejadie, Imadie, Kirjalie, Jandalie, Dirimie, Ataie, Katnanie, Nurie, Izie, Gjabertie, Fenarie, Sharanie, Burhanie, Fazelie, Gjambielan, Mahbie, Urvanie, Marufie, si dhe Vasitie. Duke marrë parasysh këto degët, në Egjipt u formuan edhe degë të quajtura si Bazie, Malikie dhe Hululie. Dega Haririe u themelua nga Abul Hasan Ali el Hariri më 620-1223. Dega Sejadie u themelua nga lipi tjetër i Ahmed Erifaiut nga vajza e tij, Zedin Ahmed es Sayyad më 670-1271. Dega Imadie i atribuohet Imadutin el Akbar, i cili është burimi i tij si një nga kalifet e Ahmed al-Rifai. Dega Kirjalie u themelua nga Ismail al-Maktub al-Kirjaliu më 900-1495, i cili lindi në fshatin Muabite. Dega Jandalie u themelua nga Muhammed el-Rifai më 675-1276. Dega Dirimie e themeluar nga Ahmed el-Dirimiu më 694-1295. Dega Ataie i atribuohet Muhammed Ataiut Erifai në shekullin 7 dhe 8. Dega Katnanie, e cila i atribuohet Sejid Hasan el Katnaniut më 727-1326. Dega Nurie u themelua nga Nureddin Habibullah el Hadisi. Dega Izie u themelua nga Ebul Feiz Hussein Elisi Misriu. Dega Gjabertie
I atribuohet Ibrahim el Gjabartiut më 806-1403. Dega, Fenarije. Shej Abdurrahman I Antiokhis I atribuohet Mulla Fenarit më 834-1431, I cili mori kalifatin nga Muhammed el Hanefi. Dega, Sharanije. I atribuohet Abdul Wahab esh Sharaniu më 973-1565. Dega, Burhanije. I atribuohet Ali el Aleviu. Dega, Fazlije. Nga paraardhja e Ahmed el Rifaiut I atribuohet Fazlullah el Hindi el Burhanpuriu në vitin 1029-1620. Dega, Gjamilije. E themeluar nga Gjemaledin el Irakiu. Dega, Sebsebije. E themeluar nga Suleiman es Sebsebi. Dega, Mahmudije. E cila I atribuohet Mahmud es Zëngjiu. Dega, Aklanije. I atribuohet Aklan el Husejniu. Dega, Marufije. Kjo degë, të cilën Sejn Basafi e regjistruari si Marufije, duke I atribuar Shej Marufit, është njësoj me Marifije që I atribuohet Sejid Muhammed Fethul Marifi. Rifaia është një tarikat fetar I bazuar tek Kurani dhe Suneti, në të cilin modestia dhe përulësia janë si bazë në rrugëtimin sufist. Shej Musa Musliuddin Al-Rifai Efendiu, themeloi teqen asitane Rifai midis viteve 1880 dhe 1889. Teqeja ndodhet pranë xhamisë së Hamamit në Gjakov, si teqeja qendrore. 5 halifatët e kësaj teqeje, Shej Haki Musa, Shej Adem Nuri, Shej Denjovi, Shej Lutfi dhe Shej Masari, gjithmonë kanë kryer dhe I kryen veprimtari udhërrëfyese. Tarikati Rifai në Kosovë ka karakteristikat që e ndryshojnë atë nga sektet e tjera, duke vepruar integritetin e njësisë së mirësjelljes, ritualeve dhe veprave voluminoze mbi praktikat e Bikrit me titullin Rebel, e shkruar nga Shej Adem Nuri. Teqet që janë të lidhur me hasitane e Gjakovës janë si Shej Jashari Gjembrezi tjetër, Shej Qazimi, Shej Haxhi Jashari, Shej Belul Gacaferi, Shej Riza. Pas vdekjes së Shej Rizës në vitin 1983, teksa e drejtoi djali I tij Bekiri. Pra, teqeja është një strukturë e krijuar nga një semahane, një kafene dhe një bujtim. Në tyrbe ngjitur me teqen janë varrosur shejat si Shej Jashari, Shej Beluli dhe Shej Rizaj. Ndërsa edhe teqeja e Shej Gjemali pretendohet se ishte në lagjen Kadiri në Rahovec. Nga Gjemaledin ose Gjemali Shehu në fundin e shekullit. Shej Gjemali Shehu e trashëgoi kalifatin e tij nga Shej Musa Efendiu, pastaj ka shkuar në Prizren dhe aty ndërroi jetë. Një teqe tjetër që I përkiste tarikatit Rifai në Kosovë dhe themelua edhe në Rahovec nga Shej Ilyas Shehu në rrethin e lagjes, Gradin të Rahovecit në vitin 1903. Sot, teqeja njihet si teqja e Haxhi Shej Lyazi. Kalifati I trashëguar në Gjakov nga Shej Adem Nuri në vitin 1922.
Pasi ndëroi jetë Haxhi Sheikh Ilyasi në vitin 1947, djali i tij Sheikh Bakiu u vendos në një post si pasardhës i tij i dytë. Pasi mori kalifatin e tij në vitin 1962, Sheikh Bakiu shërbeu në Teqen për 40 vjet deri në 2002. Ai ishte shumë i tillë dhe njeriu humanist. Disa nga ilarit e Sejid Ahmed Rifaiut i botoi në Shqip dhe disa botimet i përktheu në turqisht. Pasi ndëroi jetë, pas tij erdhi djali i tij, Sheikh Mediu që njihet si pasardhës i tretë, i cili trashëgoi halifatin e tij në vitin 2004 dhe vazhdon ende detyrën e tij. Fyrdhja e Haxhi Sheikh Ilyasit dhe Sheikh Bakiut ndodhet në të njëjtën qatë. Teqeja ka semahanen dhe disa dhoma të tjera të mikpritjes si dhe biblioteka brenda Teqes.